Edhe në vendin tonë, duke qenë si një pjesë e grupit kriminal, kishte veprimtari dhe ishte aktiv në vendin tonë, pra në Shqipëri dhe menjëherë në koordinim të përbashkët, është marrë iniciativa për të ndërhyrë në vendin tonë. Mësohet se prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lëshuar edhe masa sigurie në kuadër të bashkëpunimit me prokurorinë e Breshas dhe ka treguar punonjësit policisë listën me emra të cilët duhet të arrestohen në kuadër të këtij procedimi penal. Siç e thash edhe më sipër, bëhet fjalë për një grup kriminal i cili merret me trafikim të lëndëve narkotike, kryesisht kokainë, heroinë dhe marijuanë, aty ku flitet edhe për trafikim ndërkombëtar në portet e Evropës. Në fakt, si gjatë hetimeve për këtë grup janë arrestuar 10 anëtarë dhe janë sekuestruar 550.000 euro para kesh dhe 10 automjeter, një pistolet, 130 kg drog, kokainë dhe heroinë që në treg do të kapin vlerën e 12 milion eurove. Në Itali janë kryer rreth 35 kontrolle të mbështetura edhe me njësitë speciale italiane, ndërkohë që në vendin tonë nga burimet mësohet se është një person i arrestuar dhe bëhet fjalë për një person që është oficer policie, por që në kryerjen e veprës penale ka qenë agent i njësisë operacionale të policisë së shtetit. Bëhet fjalë për Igli Haxhiaj, që aktualisht detyrën e fundit ishte si agent dhe oficer i antiterrorit, por për të ngritur në gradë dhe për të marrë edhe nivel tjetër të ushtrimit të detyrës ishte në Akademinë e Sigurisë. Dyshohet në fakt që ky person të ketë dhënë informacione grupit kriminal dhe të ketë përdoruar detyrën në nxjerrjen e sekreteve hetimore apo konfidenciale që përkojnë pikërisht me zhvillimin që forcat operacionale bënin nga ana e tyre, pra kur njësia operacionale merrte detyra për vëzhgime, për ndërhyrje apo për situata ku ka element kriminal, dyshohet se Igli Haxhiaj bashkëpunonte me grupin e fjalë dhe shpërndante këto informacione dhe më pas sigurisht që informacionet policore dhe po ndërhyrja policore dështonte në mos zbatim edhe të detyrës së tyre funksionale për shkak të dekonspirimit. Sigurisht që bëhet fjalë edhe për persona të tjerë, të cilët janë pjesë e këtij grupi kriminal që më pas prokuroria e posaçme për pak minuta do të ketë një njoftim zyrtar të shpërndarë nga media, për mediat, ku do të sqaroj me detaje se cilat janë kontrollet që janë kryer, cilat janë personat që kanë ndërhyrë në këtë operacion dhe cilat janë personat e arrestuar në kuadër të këtij operacioni.